Cili zyrtar tjetër, duku i lartë, cili zyrtar tjetër? Ka qenë një farë Ilir Meta. Pa s'ka qenë detyrë më para se të futej në jo. S'ka qenë bravo. Ko dallim ti është detyrë ta kish marrë mandatin. Janë dy gjëra esenciale që kanë dallim. Prandaj po them që ndoshta mos i jep drejt zotit Dervishi që ndoshta nuk e njeh shumë mirë tempingun politik. Ilir Meta para se të jetë president ka qenë një herë zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të jashtme në Shqipëri. Ka qenë qytetar privat. Dhe çfarë bëri? Në precedentin që thua ti, zoti Meta ndryshe nga zonja Balluku që u qurravit për 4 muaj mbrapa mandatit dhe ju ngjit Partia Socialiste o Dombrovska, Ilir Meta kur i doli video e famshme. Ja, ka bë këtë punë Belinda Mërbur se ky po flet thuj sa është mbledhje te juja. Jo Mërbur, se ky po flet thuj sa është mbledhje. Tregoj, a ka bë Belinda ashtu ajo? Jo ta pyesim. Kam zakon të ndërpres, e lej dhe pastaj ja logjikën dhe jo, e kemi zotnin këtu, a kupton se unë e njoh. Ka strategji shau, zoti Shalsi pret lëvizjet përpara dhe pastaj mendohet për të bërë lëvizjet e tjera. Jo, na mendoj që zotni Rama po se dëgjove tjetër deri në fund nuk ke si ta kuptosh. Arsyeja pse zotni Rama po shkon në zgjedhje i dashur, është sepse ajo është i pakënaqur me faktin se Gjana sikur ky që i thot kaloj në heshtje me zyrtarëve të partisë. E s'do duhej me kalu. Po, s'do duhej me kalu. Ka rregulluar armatën e zotëve politik. Po rregull, është parti ose parti. Për ndryshe është OJC. Por është lart. Është parti, është OJC. Ka rregulluar armatën, e ka përmirësuar armatën dhe bën mirë. S'është ka qenë dobët. Edi Rama është i pakënaqur. Edi Rama vështirësisht kënaqet. Kërkon gjithmonë. Nuk është deklaratë shumë kështu vëndesë. Jo, kërkon është kërkues, tash unë jam që në 2004 jo, e di. Pjesë e stafit je dëshmitar. E di që është tani po flasim për dyshimet e njeriu që vjen sot, do ishte në proces gjatë. Është një gjë që nuk shkon. Dhe ka drejt, pra, njeriu që nuk e di çka ka ndodhur përpara. Dhe vjen sot shef rastin e Balluku, sigurisht që kjo që mund ngrej ca dyshime. Mi po historia nuk ka nisur me rastin Balluku i dashur. Historia ka nisur dhe më herët, ka pasur në bërë gjykime. Gjykatësi se intereson e punë, gjykatësi shkon shako letra, nuk ai mundet me ditë që zotëria është fajtor, e din që është fajtor, por nëse nuk ka dëshmi, e shpoll pa fajshëm. Zotëri, unë mendoj që ti e njeh Shqipërinë, unë një procesin. Po, unë mendoj që Belinda Balluku ka bë keq ka marrë Pamela Qirkun avokat, kishte marrë ty, po më le ta marrë. Jo, unë kam ofruar që më marr mua, sigurt e fitorasti. Me mua sigurt e fitor. E kuptoj që je sigurt, absolutisht. Ku për punë, po jo në kurrizin tim, ta mbarojmë pak tash diskurin tim politik. Po pra shumë mirë ke bërë. Shumë bukur. Ka dhe lek aty, mirë ke bërë. S'ka shumë mund të keq. Jam shumë dakord. Këtu pastaj, këtu është një pjesë që nuk të ndërhyet dot se jeni drejtën tënde. Absolutisht. Vetëm ka një gjë. Shumë legjitime. Këtë gjë mos ta bëjmë në kurriz të diskurit publik. Të qytetarëve të cilët kur kemi futur ke kjo studio, kemi bërë një marrëveshje të heshtje që do flasim edhe për interesin publik e për interesin personal. Juristi, kjo është proces juridik. Juristi nuk dikohet nga shkadi njerëzit. Është proces publik, është proces politik, është proces moral. Ta thash herë, fole për precedentin. Dhe the është rasti i parë, nuk është rasti i parë. Ky është rasti i disat, ky është rasti se si dikur veproi ndryshe, kishte moral më të madh kur drejtësia ishte më e kapur si thon, ku zëvendës kryeministri u kap në një video, u denoncua publikisht dhe ai diçka bërej, nuk u fsheh ai 4 muaj për mandatin, po doli të nesërmen e videos dhe dha dorëheqjen publike dhe u përball me drejtësinë. Arben Ahmeta ka pas ditë sa herë te televizioni juaj. Ka fol, prap 83 mandate i mor ky zotnia. Ose ai po gënjen, ose ky popull është i droguar, ose duanu tu je në analizë që edhe Shalci bën vështirë ta bëj kështu si kaq thjesht tash. Absolutisht. Çka tha Arben Ahmeta në një demokraci normale? Shalci nuk e bën kështu si ty. Shalci pastaj këtu ose Mileti i droguar, ose ai ka gënjy, ose diçka këto i problem ka. Mendoj që Mileti është i vjedhur, por këtë mund ta bëjmë me pjesën e emisionit. Tani flasim pak për këtë që ngritet si çështje. The pak për çështjen e ligit progresist. Po, e vërtetë është. Ky është problemi. Rrjedhja e informacionit. Po, është problem kjo. Problemi është që këto gjëra, po them edhe herë, nuk kanë nisur. Dhe kur këto gjëra ndodhin më përpara edhe me dosjet e liderëve të opozitës, partia e zotit Shalsi nuk mbante qëndrim, thjesht krenoi se si drejtësia nuk pyet më. Ata janë politikanë më vonë. Çka vlen sot nuk vlen nesër. Po flasim për Ajatollatu, për politikën, për qeverinë, për mazhrancën. Çka vlen sot? Po pra, po ne për çfarë jemi këtu? Ne jemi për të kuptuar, a ka apo s'ka moral në raportin në qendrim politik? A i shërben as i shërben kjo qeverisë, apo i shërben apo i shërben vendit? A është krijuar apo jo një kontrast për shkak qëndrimit me drejtsinë të kësaj mazhrance me ndërkombëtarët? Se the pak më herët që këtu do shikoni çfarë do bëjë Edi Rama shumë shpejt në televizion ndërkombëtare, beso që do jetë live. E kupton? Dhe kur